U miratua dhe urëzua në Parlamentin Evropian lidhur me amendamentet mbi Zvërnecin dhe Sazanin. Parlamenti Evropian miratoi këtë të mërkur raportin për Shqipërinë duke mbështetur një amendament që shpreh shqetësime për ndikimin e ligjit investimeve strategjike dhe ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, por duke rrëzuar një version më të ashpër që përfshinte referenca të drejtë për drejta për projektin turistik në Sazan dhe zonën e mbrojtur Vjos Nart. Amendamenti miratuar nga eurodeputetët në amendamentin e miratuar i cili u publikua edhe nga kryeministri Edi Rama në Facebook thuhet: shpreh shqetësimin serioz se zhvillimet në vazhdim brenda zonës së mbrojtur Vjos Nart tregojnë pasojat praktike të këtyre ndryshimeve ligjore dhe rreziqet që ato sjellin për zonat me vlerë të njohur ekologjike. Ndjek nga afër protestat masive paqësore që po zhvillohen në këtë drejtim. U bën thirrje autoriteteve shqiptare të vendosin menjëherë një moratorium për të gjitha procedurat e reja të pajisjes me leje, punimet e ndërtimit dhe ndërhyrjet zhvillimore brenda zonave të mbrojtura, derisa të shfuqizojnë dispozitat e papajtueshme të ligjit të ndryshuar për zonat e mbrojtura. Në përputhje me një kërkesë të kajshme të Komisionit Evropian dhe Parlamentit Evropian si dhe objektivat përmbyllse të kapitullit 27 dhe derisa të garantohet përputhshmëria plot me standardet e BE-s për mbrojtjen e natyrës, thekson se çdo projekt në këtë zonë duhet i nënshtrohet vlerësimeve gjithëpërfshirëse të ndikimit në mjedis plotësisht në përputhje me standardet e BE-s, duke përfshirë një proces transparent të pjesëmarrjes publike me komunitetet lokale, shkencëtarët dhe shoqërinë civile. Në të njëjtën kohë, teksti miratuar kërkon shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligjin për zonat e mbrojtura, pasi sipas Parlamentit Evropian ato lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në shkallë të gjerë brenda zonave të mbrojtura dhe transferojnë kompetenca të rëndësishme vendimarrëse të Këshillit Kombëtar të Territorit duke dobësuar mbikëqyrjen dhe kontrollin mjedisor. Megjithatë, eurodeputetët nuk mbështetën amendamentin alternativ i cili përmban referenca shumë specifike lidhur me projekte konkrete dhe zhvillimet fundit në Shqipëri. Amendamenti rrëzuar përveç kritikave ndaj ligjit të investimeve strategjike dhe ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura shprehte shqetësim edhe për marrëveshjen e qeverisë shqiptare me kompaninë e Jared Kushner Affinity Partners që për zhvillimin e projektit turistik luksoz në ishullin e Sazanit dhe në zonën e mbrojtur Vjos Nart. Ja dhe teksti i rrëzuar shpreh keqardhje të thellë për ligjin, për faktin se ligji viti 2015 i Shqipërisë për investimet strategjike është zgjatur, duke pasur parasysh dispozitat e tij që mundësojnë procedura të përshpejtuara të lejeve dhe shqyrtim të reduktuar mjedisor, të cilat rrezikojnë të ndikojnë negativisht në zonat e mbrojtura dhe zonat tjera të ndjeshme mjedisore, bën thirrje për shfuqizimin e ndryshimeve të vitit 2024 në ligën për zonat e mbrojtura, të cilat lejojnë zhvillimin e infrastrukturës turistike në shkallë të gjerë brenda zonave të mbrojtura dhe transferojnë kompetencat kryesore të qeverisjes dhe vendimarrjes tek Këshilli Kombëtar i Territorit, duke dobësuar kështu mbikëqyrjen mjedisore. Shpreh shqetësime pra në lidhje me marrëveshjen e qeverisë me kompaninë e Jared Kushner Affinity Partners për të zhvilluar një projekt turistik luksoz në Sazan dhe në zonën e mbrojtur të Vjosës Nartës, bën thirrje për mbështetje për hetimin antikorrupsion, që aktualisht drejtohet nga SPAK. Në këtë kontekst, bën thirrje që e drejta për të protestuar në mënyrë paqësore të garantohet kundër shtypjes dhe kompanitë private të sigurisë si gjatë përplasjeve që ndodhen në fund të maj 2026. Po ashtu, teksti rrëzuar bënte thirrje për mbështetje ndaj hetimit antikorrupsion që po zhvillohet nga SPAK në këtë kontekst, si dhe kërkonte garantimin e së drejtës për protestë paqësore, duke përmendur përplasjet e ndodhura në fund të maj 2026 mes protestuesve dhe kompanive private të sigurisë. Shprehet në votimi në Parlamentin Evropian tregon se eurodeputetëve zgjodhen të ruajnë një formulim të përgjithshëm mbi shqetësimet mjedisore dhe ligjore që lidhen me investimet strategjike në Shqipëri, pa përfshirë referenca të drejtë për drejta ndaj projektit të Sazanit. Affinity Partners, hetimeve të SPAK apo indicieve të fundit protestave. Në praktik, kjo do të thotë se kritikat e Parlamentit Evropian ndaj kuadrit ligjor që rregullon investimet strategjike dhe menaxhimin e zonave të mbrojtura mbeten pjesë e raportit për Shqipërinë, ndërsa akuzat dhe shqetësimet që lidhen konkretisht me projektin e Sazanit dhe zhvillimet e fundit rreth tij
nuk u përfshin në tekstin përfundimtar të miratuar.